Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se dy presidentët, Donald Trump dhe Vladimir Putin, kanë rënë dakord që lëvizja drejt paqes në Ukrainë të fillojë me një armë pushim të energjisë dhe infrastrukturës. Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se dy presidentët Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë rënë dakord që lëvizja drejt paqes të fillojë me një armë pushim të energjisë dhe infrastrukturës. Ata rënë dakord gjithashtu për negociata teknike për zbatimin e një armë pushimi detar në detin e Zi, si një armë pushim të plotë dhe të paqes së përhershme. Sekretaria e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, në një postim në rrjetin social, ka deklaruar se të dy presidentët si Trump dhe Putin folën për nevojën për paqe dhe një armë pushimi në luftën në Ukrainë. Të dy liderët rënë dakord që ky konflikt duhet të përfundojë me një paqe të qëndrueshme, thuhet në deklaratë, duke shtuar se të dyja palët shpresojnë për marrëdhënie më të mira midis SBA-s dhe Rusisë. Gjaku dhe thesari që si Ukraina ashtu edhe Rusia kanë shpenzuar në këtë luftë, do të shpenzoheshin më mirë për nevojat e popullit të tyre, ka thënë Trump. Ky konflikt nuk duhet të kishte filluar kurrë dhe duhet të kishte përfunduar shumë kohë më parë, me përpjekje të sinqerta dhe të mirëbesimit për paqen. Si Trump ashtu edhe Putin diskutuan gjithashtu për një fund të përhapjes së armëve strategjike dhe tensioneve midis Izraelit dhe Iranit. Të dy liderët rënë dakord se një e ardhme me një marrëdhënie të përmirësuar dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha, shton deklarata. Kjo përfshin marrëveshje të mëdha ekonomike dhe stabilitet gjeopolitik kur të arrihet paqja. Dhe për të komentuar këtë telefonat, dy deklaratat si të Kremlinit ashtu dhe Shtëpisë së Bardhë, kam kënaqësinë dhe privilegjin të kem ambasadorin Sokol Gjoka, ambasador, kënaqësi të kem në këtë bisedë, vlerësoj shumë. Kënaqësi edhe nga ana ime. Ambasador, si e pat, le të themi atë çfarë u publikua si nga Shtëpia e Bardhë, se bashkë patëm mundësinë të shkëmbejmë të dyja deklaratat, si atë të Shtëpisë së Bardhë dhe atë të Kremlinit, në një përmbledhje të dy deklaratave, çfarë ndodhi dje? Çfarë u arrit sipas jush? Por mendoj që në kushtet aktuale kemi të bëjmë me hapet e para dhe veprimtarinë diplomatike për të realizuar marrëveshjen e pushim zjarrit. Fillimisht që do të përbëj pastaj një background për të ecur më tej në një marrëveshje të qëndrueshme afatgjatë paqe midis Rusisë dhe Ukrainës. Natyrisht veprimtaria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktualisht është në kushtet e një shuttle diplomacy, që do të thotë që diplomacia po vepron duke marrë dhe dhënë informacione, duke dhënë edhe formulime se si mund të realizohet armëpushimi fillimisht edhe duke marrë inpute nga interlokutorët e tyre. Aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë realizuar takimin me zyrtarët e lartë të Ukrainës, të cilët janë shprehur për një pushim zjarri të pakondicionuar, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të nënvizuar, ndërkohë që bisedimi i djeshëm, telefonata e djeshme midis të dy presidentëve amerikan dhe rus ka të bëjë pikërisht për të arritur tashmë që edhe Rusia të futet në këtë valë, të pranojë këtë lloj armë pushimi të pakushtëzuar. Por deri tashti kemi të dy palët, pra Ukraina që e pranon armë pushimin e pakushtëzuar, ndërkohë që Federata Ruse ende nuk e ka pranuar të pakushtëzuar. Madje ka vendosur dhe kushte ja pikërisht se këtu doja ndalesh te deklarata e Kremlinit që më troqi shumë vëmendje, ku shkruhet. Ndër të tjera thotë u nënvizua se një kusht kyç për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit dhe për të punuar drejt një zgjidhje politike dhe diplomatike është ndalimi i ndihmës ushtarake të huaj dhe dhënia e informacionit të inteligjencës për Kievin. Pra ky është kusht kyç që ka Kremlini. Është kusht i shtuar tashmë, sepse nuk ka qenë parashtruar në kushtet e mëparshme, natyrisht të thëna nën zë, por që ishin mjaftueshëm të lexueshme për opinionin publik, dhe ky është një kusht që kondicionon partnerët ndërkombëtar në raport me Ukrainën dhe natyrisht që kondicionon edhe Ukrainën. Pra, nëpërmjet këtij kushti që Ukraina të mos furnizohet gjatë kësaj periudhe kohe, sepse bëhet fjalë për një armëpushim prej 30 ditësh, pra harkur në kohor të një muaji, Ukraina të qëndrojë e ngrirë në kushtet aktuale. Çka do të thotë?
që Federata Ruse në çdo moment mund ta rifillojë po prap luftën aty ku e ka lënë dhe të vazhdojë sulmet në mënyrë të kundër objekteve të ndryshme e kështu me radhë, pra Ukraina të mos forcohet gjatë kësaj periudhe.